Ministri i Informacionit i Pakistanit thot se vendi i tij ka informacion të besueshëm se India synon të nisë një sulm ushtarak brenda 36 orëve të ardhshme. Komentet e Ataullah Tarar vinë pasi India akuzoi Pakistanin për mbështetjen e militantëve që qëndrojnë pas një sulmi në Kashmirin e administruar nga India, i cili vrau 26 turist javën e kaluar, e Islamabadi i hedh poshtë akuzat. Tarar tha se India synon të përdor sulmin si një pretekst të rrem për një sulm dhe se çdo aventurizëm i tillë ushtarak nga India do të përgjigjet me siguri dhe vendosmëri. Sulmi pranë qytetit turistik të Pahalgram ishte sulmi më vdekjeprus ndaj civilëve në 2 dekada në territorin e diskutueshëm. Si India, ashtu edhe Pakistani pretendojnë rajonin dhe kanë zhvilluar 2 luftra për të. Kashmiri, të cilin India dhe Pakistani e pretendojnë plotësisht, por e administrojnë vetëm plotësisht, ka qenë një pikë e nxehtë midis 2 vendeve të armatosura me armë bërthamore që kurundon në vitin 1947.